të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një këngëtare lirike, është një pedagoge e vokalit në shkollën artistike Prengjakova. Me mua sot në studio është zonja Diana Bilali. Mirëmëngjes Diana, mirë se ke ardhur në studio. Sa bukur është ta fillojmë ditën me një këngëtare, sepse ajo gjithmonë ka ndjesinë e përçimit të gjërave të bukura, të këngës, të melodisë, apo jo? Patjetër. Në fakt ditët e fundit keni patur një pjesëmarrje të suksesshme në festivalin Lulebor dhe për këtë dua t'ju përshëndes. Faleminderit. Çfarë ishte kjo pjesëmarrje? Sepse ju kënduat një këngë të Nexhat Rexhës, Mbihan Du me pushu. Shumë e bukur edhe si titull. Çfarë të fali ky festival? Çfarë emocionesh? Ky festival ishte ndër festivalet për mua shumë të rrirë nga ana cilësore, nga ana organizative, sepse organizoj vetë teatri Migjeni bashkëpunim me Bashkinë e Rrethit Shkodrës. Kishte mjaft këngë të bukura që përshkruanin jetën e Shkodrës, veprimtarinë, peizazhin, momentet më të bukura të jetës, rryma të ndryshme muzikore, jo ajo e populloria gjithmonë e Shkodrës, po ishte edhe e motivuar edhe në rryma të tjera muzikore. Unë ishe pjesëmarrës si vjet me këngën e Nexhat Rexhës, me tekstin e Albri Brahushës, Mbihan du me pushu. Ishte një tekst mjaft i bukur, që edhe mua më ka emocionu shumë, duke ditur momentet më të bukura, dielli mbi liçenin e Shkodrës, momentet e bukura të natyrës e bukur shkodrane njëkohësisht, në fund përcjellte edhe mesazhin që të rit edhe fëmijët janë të largu nga Shqipëria, nga Shkodra. Edhe çajnë nanat me lot largimin e fëmijëve nga Shkodra. Kjo ishte një këngë mjaft e arrirë, me crescendo shumë të bukur. Nexhati me melodinë e tij e kishte shkri kretat melodinë e tij, sa unë arrita të emocionoj shumë mirë të gjithë publikun që më ndoqi 2 netët e festivalit, dhe fjalët më të mira përcollën tek unë, edhe juria vetë, edhe spektatori. Pa njoftë e pa ditë. Edhe si natyrë zëri, unë jam këngëtare lirike, po edhe e pëlqynen si tingull. Na ke emocionu shumë. Në fakt, unë dua t'ju përgëzoj për këtë paraqitje, sepse vërtet ishte një duartrokitje e merituar, dhe kjo na bën që të jemi vërtet të ngazulluar nga sukseset e këngëtarëve. Në Shkodër ka publik që i përshtatet natyrave të ndryshme, të zërit, të vokalit. Kjo është diçka karakteristike. Pëlqen të gjitha nivelet, të gjitha kategoritë e këngës apo të artit. Në fakt nuk është pjesëmarrja vetme. Keni pjesëmarrje të tjera të shumta. Unë kam pjesëmarrje edhe para 2 vitesh, në 2016, në këtë festival Lulebor. Aty kishte një tematik tjetër për Shqipërinë, Gjuha Shqipe, e cila përcillte vargjet e Naimit, Gjergjfishtës, Migjenit. Pra ishin këto lirikët, patriotët shqiptar që kanë kontribu gjatë viteve duke përshkruar Shqipërinë, duke me patriotizëm, me atlletarizëm, me gjithçka të bukur. E kam dëgjuar këngën, vërtet ishte e veçantë në ndërtimin e saj. Por si kënga Zogu të Verës, vargjet Gjergjfishtës, që bleron mblerim të prillit, por si Amli i Fladi Erës, Gjemon gjit e Trëndafilit. Edhe të këndosh këto vargje është diçka e bukur. Është një gjë shumë e bukur. Të frymëzon për patriotizëm, për optimizëm. Në fakt, Diana, ju e shihni pjesëmarrjen tuaj dhe të këngëtarëve të nivelit tuaj lirik, e një domosdoshmëri, një nevojë e vazhdueshme në pjesëmarrje të aktiviteteve koncertore, vokale ose simfonike. Po. Tani unë para se më fute kjo dishta ta këndoj pak vargjet e këngës. Po tjetër, do të ishte shumë këndoj kështu live. Janë vargje shumë të bukura këstan edhe nuk po rri dot pa
i përcjell Po live. kjo është artistja. Djedhi derdhet mbi liqen, ty t'kërkoj moj zoje ran. Djedhi shkone, mramja vjen, të gjejmë shtetun për mi han. Jam ndër zemra, tu i këndu, tu i qil këngët një nga një. E mbi han du me pushu, kur pran vera nis me hi. E ati më i Shkodër, mos më lën të varfër. E mine, tam lën pran ver të re. E ati më i Shkodër, mos më lën të varfër. E mine, tam lën pran ver. O, Dian, të falenderoj shumë për Të ishin vargjet shumë të bukura që emocione. Dhe aq më tepër, megjithëse është mëngjes, ju e keni vokalin kaq mirë. Jeni ngritur herë, keni bëni zakonisht bëjmë pak trajnim për zërin në mëngjes. mjata Çdo mëngjes. Çdo mëngjes patjetër, vëja të kuqin e vejë se e përdori shumë që për me arrit në Po çdo aty ku ditë duhet. për ty është një start më vetë. Patjetër, sepse mësuesi, unë jap mësim të shkolla Brenkjakova, London Kanto, pra përgatis këngëtarët të arshëm, e duhet të jetë në formë sepse mësuesi është demonstrues i veprave që këndojnë E zënësit. vërtet u kënaqa Umanita, madje besoj se edhe dëgjuesit që na kanë ndjekur. Kënga mjaft e bukur, mjaft emocionuese dhe vërtet Ashtu është. duar trokitje të merituara. Ashtu është, ashtu kam marrë duar të kitje sa unë nuk e kam prit, sepse ishte këngë qetë, ma tepër si serenad, balat, duke trajtu bukuritë e Shkodrës, duke trajtu çdo gjë që ndodh në Shkodër sot. Dian, duke parë vokalin tuaj, duke parë dëshirën që për pjesëmarrje, sa e nevojshme është aktivitete, sa nevojshme janë aktivitete? Aktivitetet duhet të bëhen ma tepër, sidomos me përfshirë këto nxënësit e shkollës tonë. Ne brenda shkollës organizojmë shumë aktivitete. Veç që kanë sagjon, kanë edhe kontrole Detyrimet, teknike, detyrimet shkollore, ato shkolla jonë organizon shumë aktivitete për nder të festave të nëntorit, për nder të Brenkjakovës. Brenkjakova ka qenë një kompozitor shkodran i cili ka vu bazën e muzikës lirike, popullore, edhe operistike, pra ka qenë i gjithë anshëm, edhe nxënësi jonë njifet edhe me veprat, edhe instrumentale, edhe këngëtare. Kështu që ne bëjmë shumë punë aty në shkollë, përgatisim nxënësit për me arrit majat e suksesit, edhe vet bashkia, vet Teatri Migjeni aktivitetet i organizon bashkë me shkollën tonë. Pra, edhe instrumentista, edhe këngëtar. Në fakt, po? Sot për shembull janë shumë këngëtarë që kanë marrë pjesë te ky festivali Lulebor, që kanë qenë nxënës të shkollës tonë. Kanë qenë nxënësit e mi, kanë qenë nxënësit e mësuesve që kanë kalu brez pas brezi. Pra, është lënda e kantos në shkollë tonë është i mjaft e arrirë, ka shumë suksese. Edhe në Shkodër, edhe në Tiranë, njëkohësisht edhe në jashtë mureve të ajo që po thoni është e vërtet, sepse po t'i drejtohesh historisë të klasës së kantos në shkollën artistike Brenkjakova, gjejmë vërtet një vasht që nis shumë herët, ndjes nëse nuk i përfshi të gjithë, por aq sa më kujtohen profesor Ferit Bala, profesoresh Violeta Kanani, e nderuara Rita Ranko, Rita Dervishi, Mimoza Rakaj, e shumë të tjerë, dhe ju, Diana, kjo ju ashton përgjegjësinë për të punuar me nxënësit. Patjetër. Tani shkolla muzikës ka pas historikun e vet. Është kriju e reja, që është sot në 72-shin duket, 72-73. Si ndërtesë. Si ndërtesë, edhe na kanë marrë nga shkollat 8 vjeçare, e jemi futur
mbas një konkursi, mbas një talenti, duke pa veshën muzikor, veshën ritmik. Aty ne I kemi hell bazat. Edhe Ferit Bala, që është në pedagogët më të mirë të kantos në Shkodër edhe në mbarë Shqipërinë, ka dhënë një kontribut shumë të madh, ka vu gurin e pedagogjisë së kantos. Është mjaft, ka lënë edhe breza mjaft mirë, Rita Ranko, Mimoza Rakaj, Violeta Gashi, Leonora Pejo, Ali Muqiqi, kanë dhënë mjaft nxënës sot për sot që këndojnë. Historia juaj e këngës cila është? Shumë herët keni filluar. Që nga kopshti, që nga shkolla fillore, kam qenë pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme. Kemi kënu edhe në për festivalet e Pionerit, dikur Pioneri sot qendra kulturore e fëmijëve. Kemi marrë pjesë shumë aktivitete në bazë shkolle edhe në bazë rrethi. Pastaj kur marrova Institutin e Arteve, jam emnu në një shkollë pedagogjike ku aty kam dhënë kontributin tim për me nxjerr nxënës cilësor nga ana metodike, nga ana muzikore. Kemi mësu instrument, kemi mësu fizharmonik, kemi mësu mandolinën, edhe njëkohësisht kemi përgatitur nxënës për aktivitetet e shkollës. Tek ju kush ka ndikuar më shumë nga ana vokale? Nxënëse kuj profesor keni qenë? Tashi zërin ta fal Zoti. Edhe zëri vjen duke u pjekur. Mjafton që të kesh një vesh muzikor të përsosur, vesh ritmik të përsosur, çdo gjë arrihet. Mësuesja ime e parë ka qenë Violeta Gashi, sot kanoni, e cila ajo kontriboi mjafton te mësimdhënia ime, edhe patëm një sukses shumë të madh gjatë 4 viteve që unë përballova shkollën e mesme. Pastaj rrugët janë të shkume në shkollë të lartë, aty u përballume me jetë tjetër, larg shtëpisë, larg vetëm, konvikt, ishte mjaft e vështirë jeta atje, po me kalimin e kohës edhe pedagogjia muzikore që unë më dha vetë profesor Gjoni Athanas, arrita që diplomen të mbroja me rezultate të shkëlqyera. Pasi erdhë me këtu aktivitetet e bashkisë e qendrës kulturore, se ka qenë atëherë shtëpia kulturës, kanë qenë me emigrantën, me Gjavitu Ikanin, ka qenë Gjavitu emigrantës, s'po kujtoj tani Jetmir Barbullushi. Kam qenë shumë që në aktivitet, më kanë aktivizu edhe me këngë të reja, njëkohësisht edhe me këngën klasike. Këtu gjejt të falenderoj gjithë pjesëmarrësit që kena bën kori, që kena performu, kena bë dhe konkurse mes qyteteve, gjithmonë kemi arritur me rezultate të para. Ajo që po thoni I përket një periudhe shumë aktive, Diana, dhe vërtet është një faqe shumë e bukur e cila është bërë shkollë e madhe për të gjithë koristët, të aktivizuarit, artistët, një jetë artistike për hir të së vërtetës, sado që të zhvillohen aktivitete, janë të hapura, janë kreative, por ajo shkollë pedagogjia, kantos, po edhe aktiviteteve të tjera mbetet një faqe e bukur e jetës artistike në Shkodër. Unë dua të kujtoj sot edhe Luan Borova, që ndër kompozitorët, drejtuesit që ka thith elementin e ri, ka ditë se ka vunë skenë. Për aq sa unë kam punu me të derisa në Rojet, unë kam qenë jashtëzakonisht e kënaqur për punës tij, ka dhënë mjaft vlera në Shkodër. Këtu kastan edhe e përmenda sepse ka vu një gur të madh tek muzika shkodërane. Ka qenë një drejtues mjaft e mirë, ka thith elementat nëpërmjet tij kanë dalë shumë këngëtar të mirë që edhe sot gëzojnë, kanë marrë edhe çmime. Kjo është një punë nderuese, falenderuese për të gjithë këta artistë mrekullueshëm që janë bërë të paharruar, pavarësisht se jeta aq ishte për ta. Diana, tashmë
prej kohësh, ju jeni pedagoge vokalit dhe të jesh në një pozicion të tillë mban një përgjegjësi sa human, aq artistik dhe profesional. Djem, vajza që vinë në klasën tuaj, këndojnë në regjistra të ndryshëm, secili don repertorin e vet, përshtatjen e vet, secili ka karakteristikat e veta, natyrisht punë e madhe për të ngritur në këmbë një artist të ri, sepse është kalimi i zërit nga zë i bardh i pastër në zë të impostuar, ka shumë procedura profesionale apo jo? Patjetër. Kjo shkollë afron shumë nxënës të ndryshëm. Duke filluar nga çunat, nga djemt dhe nga vajzat. Vinë me zërat e bardh, pra thash kundrejt një konkursi, kundrejt një testimi, nga veshji muzikor, nga veshji ritmik, edhe kur futen aty, habiten se si unë me ndru zanin, do ta ndroni, thënë vetë, se shkolla është klasike. Sot është klasike, nuk është muzika, sot shkolla që me kënu gjitha llojet e muzikës moderne, apo hip-hop, apo blues, apo sot që ekzistojnë këto. Jo, po unë kështu, një kjo është shkolla. Edhe fillojnë me i fije si stepje mbrapa. Sepse ka dhe vështirësi. Po, tjetër, sepse është diçka çdo gjë e re. Fillojnë me diafragmën radh parë që është kryesorja, që një këngëtar duhet të ketë bazën e frymëmarrjes. Pastaj e kanë tepër të vështirë në fillim, po gradualisht ato sidomos në semestrin e dytë fillojnë marrin ata zarin, fillon e impostohet tek rezonanca, fillon i bëhet i bukur i zani. Edhe bete në kënaqen sa thojnë unë e dashuroj këtë lloj muzike klasike, këtë të kënduarin lirik, sa arrin nxënësi. Një nxënës i mirë arrin për mu bë mirë kur ai studion. Kjo është. Kur ai studion, kur nuk studion, kur sot po, nesër mas 2 ditë jo, nuk arrin graduale. Sepse ka nxënës shumë të mirë, ka nxënës mesatar. Dobet nuk ka, po zakonisht gjithmonë i miri fiton. Në fakt, një mësuese e shkollës artistike bën mësim individual. Pra, mësuesi dhe nxënësi përballë. Dhe gjatë kësaj marrëdhënie sa artistike, aq njerëzore, ka një qasje tepër të veçantë, një qasje psikologjike, një qasje miqësie, shoqërie, afrimiteti, natyrisht me një cak të saktuar, po që ka të bëjë gjithmonë me punën me artin. Një mësues është një psikolog për të parë ndjesitë, përshtatjen, pëlqimin, ndjeshmërinë e nxënësit, mundësinë e tij në rastin konkret, mundësinë vokale, shtrirjen e çdo gjë. Si është kjo marrëdhënie juaj me nxënësin? Kjo është një marrëdhënie shumë e veçantë. Mbeton mësuesat e tjerë të gjitha gjinive, të gjitha shkencave tjera. Është një shkencë në veti, që mësuesi duhet të jetë në radhë parë psikolog i nxënësit, në radhë dytë do të jetë edhe prind, edhe shok, edhe vëlla, gjithçka që të komunikoj, që të ecë rruga mbar. Pra nxënësi futet në klasë, jam unë edhe ai kërkush tjetër, përveç edhe pianistit që duhet pianistit ta shoqëroj. Pra gjithçka e merr nga mësuesi i kantos. Merr ndjeshmërinë, merr muzikalitetin. Nganjëherë biles nxënësi bëhet edhe imitues i mësuesit. I them në asnjë mënyrë, ju do të jeni vetvetja. Pavarësisht se mësuesi ka këtë zë sot, sepse ka një vjetërsi tepër të madhe, ka një pedagogji shumë përvojë shumë të madhe, ju do të jeni vetvetja në radhë parë. Do të jeni ashtu siç ka ndërtu Zoti, që ka dhënë vokalin. Gjithmonë u zysh, po ti pse jep kaq shumë za? A kupton si mundesh? Tham vetë edhe ju kur të arrini pak me punë, do të arrini këtu. Edhe kënaqen janë të kënaqur nxënësit, kaq mësuesit. Afrohen, dojnë me di gjithçka. Zysh ata bëjmë këtë, unë jam mësuese që i kërkoj, shikoni pak internetin, nëse ju pëlqen një kjo gjë, më thoni, ju që pëlqen, mund të marrim diçka tjetër, sepse muzika është e pafundme. Sot janë të gjitha shekujt i kanë lënë brezat, kanë lënë muzikantët, kompozitorët e vet që këndohen sot. Bel cantoja këndohet sot në të gjithë botën. Është një muzikë e pashtershme, e pafundme, që më merr mendja edhe në shekullin e 25-26, muzika e shekullit 18, 17, 19 do të
këndohet prap. Në fakt, Diana, me sa di, në repertorin e këngëtarëve lirik, zë vend shumë dhe jarja shkodrane dhe kënga shkodrane. Si e aplikoni në repertorin e këtyre nxënësve muzikën? Patjetër, edhe jarja është kusht që në shkollën tonë që ti mësohet nxënësit, sidomos jarja shkodrane. Ka nxënës që arrin me bashkëmbur, sidomos sopranot e tenorat, kurse mezot i fije e kanë më të vështirë sepse kanë zajt trash, edhe kompozitorët vetë kanë kriju jaren për me knu me tinguj me nota lartë në oktavë dyta, me në sol e me la, që ti shkëlqej zëri. Arrim nxënësit tonë, arrim gjona shumë bukura, vetëm të një gjash në për sagja apo në për konkurse, sepse konkurset janë ballafaqimi që ne mësuesat bashkë me nxënësit komunikojmë me publikun. Me qenë se ju përmendët konkurset, kanë disa kompeticione. Nuk e di se sa janë afër nxënësve të shkollës, nxënësve tuaj. Po, edhe më përpara se të futen në demokraci, kanë qenë të lloj të konkurse që janë zhvilluar këngëtarëve lirik në Korçë. Ka qenë baza aty për çdo vit. Për çdo vit janë ba. Edhe janë afirmu solistat klasik, operistik, edhe kanë zënë vendet e tyre në botë apo ashtu. Edhe në Shkodër është hap konkursi Peter Gaci, i cili unë i falenderoj sepse shikojmë edhe punën tonë, edhe të nxënësve tonë që arrin në për skenat e tilla, ballafaqohen me skenat. Këtu kam djerë mjaft nxënës që kanë marrë çmimet para, Lorenca Preqi, Ivan Tanushi, Semir Hoxha, Besart Mllukaj, pra janë nxënës shumë që kanë arritë edhe sot pjedestalet më të larta të konkurseve. E rëndësishme është që të përballesh, të marrësh pjesë. Vlerësimet vinë më pas, ndoshta. Ashtu, vlerësimet patjetër. Edhe nëse zvlerësohesh, puna është pjesëmarrësja, është një shkencë që është një ballafaqim mes të gjithë Shqipërisë, shkollave muzikore, artistike, njëkohësisht edhe të Kosovës, sepse ka prurje edhe nga Kosova. Edhe aty shef masandaj arritjen e gjitha shkollave i ballafaqon me shkollën tënde, me pedagogjinë e kantos. Keni mjaft nxënës që keni përcjell. Cila ka qenë ecuria e tyre, çfarë emocionesh ju kanë dhënë, si ndjeni në këtë ecuri? Është një kënaqësi e madhe kur arrin mësuesi të nxjerrë nxënës cilësor, do të thonë nga baza që janë me zërat e bashkë, edhe arrin ashtu i vegjël, i marrim të vegjël nga ana e impostimit, ama kur shkojnë në vit 3 ose në vit 4, ata kanë arrit majat. Luftojnë për me marrë majat e muzikës operistike, është një arritje e madhe si për vetë nxënësin, ashtu ju keni patur shembuj konkret? Patjetër. Si vjet unë mora diploma, pate 5 diploma, në këto 5 diploma 4 arriten me shku në shkollë të lartë, 2 janë në Rom dhe në Udine, të cilët sipas një testimi, sipas një konkursi atje, u futen edhe fitun vendet e para. Është një arritje e madhe, edhe 2 tjerë kanë arrit këtu në të artet e bukura, të artet. Te Akademia Arteve. Dhe konkretisht i drejtohemi artistëve me emër, Lorenca Preqi, Ivan Tanushi, Irian Taraboshi edhe Sara Milja. Në fakt kam parë një dedikim kushtuar personit tuaj, profesoresh Dianës, i cili më ka bërë më ka impresionuar. Me që përmendën të Irian Taraboshi, një falenderim, një përkushtim ndaj profesoreshës që e mori, e ngriti dhe e përcolli në një nivel tjetër në shkollë të lartë, vërtet më ka bërë përshtypje. Ajo ka qenë një vajzë shumë e mirë. Tepër korrekte. Biles, që se ne kishim 3 orë me ba or kanto i vite 5. Zysh, a baj kanto? Po i kishte dëshira, e dashuroj, thote, e du, më rrim tanë natën mendja të kantoja. Si do ta bëj, si do të paraqitem. Aja nxënëset jashtë, nxënëset cilësore, shumë e frymëzon dhe natyrisht kur të mbështet është diçka e madhe. Ashtu, edhe Ivan Tanushi nga
rrethinat e Shkodrës, nga Baodeis, Lorenca, nga Jubani, janë nxënës që vinë me shumë kënaqësi, futen në shkollë, marrin dije shumë të mira muzikore, njëkohësisht edhe kur marrin ato edhe ballafaqohen me botën, është një kryevepër. Me qenë se ato tashmë janë përcjell nga duart tuaja, kanë kaluar në nivele të tjera. I mbani lidhjet një kryevepër. Diftojnë gjithçka zysh këto shkova këtu sepse kam kriju atë lidhje brenda orës mësimit me to, sepse unë i tham biles, Lorenca, ku je zysh, ç'a bone? Mos shko, më rrjezonin, akoma ç'a pa kënon këte, banë këte, ku shkove, dhe me thonë jam basi nane e dytë për te. Kjo është marrëdhënia. Edhe sot me falë këtyre sistemeve të mundësive të internetit, komunikimit, ne komunikojmë gati për natë, edhe themi natën e mirë njëri tjetrit. Sa bukur. Është shumë e bukur. Ndërkohë që të tjerë nxënës keni në klasën tuaj, po përgatisni, keni në procesin tuaj. Çfarë më thotë për to? Edhe këto tash kanë marrë rrugën e kantos. Edhe këto do të arrijnë majat patjetër sepse kam dhënë shumë të mirë, edhe puna jeme e palullur që i punoj me to, i rri korrekt, edhe ato e dashurojnë atë çfarë duhet me dhanë. Sa afër mi keni aktivitete? Po, tani është afër aktiviteti i festave të çlirimit dhe 28 nëntorit. Shkolla jonë po përgatit me orkestrën e bandës, me orkestrën e madhe. Njëkohësisht unë kam një nxënës që është një tenor shumë i bukur, shumë i mirë, po këndon këngën e Avni Muls, Agimet shqiptare për ndër të festave. Në këtë aktivitet. Shëshnuese është Vera Kaftalli, një pianiste shumë e mirë, që është shumë korrekte, i shoqëron nxënësit me shumë kënaqësi. Ky nxënës quhet Semir Hoxha. Përshëndesim Semirin, e kam patur një herë të ftuar. Ashtu e kam patur, po është një nxënës shumë i mirë që edhe ai do të eci përpara. Ndërkohë do desha të dija diçka sepse krahas jetës koncertore është edhe ajo jeta e detyrueshme, siç janë saxhot, janë provimet e fundit, patjetër që këto janë nivele 2 herë në vit të përballshme me komisionin artistik të vlerësimit. Është detyrim nga ministria, nga programet ministrore, që nxënësi për çdo muaj do të dalin kontroll teknik. Pra do të përgatitet për ushtrime, për vokalin e tij, për fraza, për melodi, për gjithçka që ekziston tek zhvillimi i vokalit të tij. 2 herë në vit ato përgatiten për saxho, që shkolla jone ju afron edhe nëpërmjet medalje edhe në skenë, sepse është teatri është skena e Gjon Kapedanit, salla e Gjon Kapedanit, që nxënësi për çdo vit 2 herë del në skenë. Kjo edhe përballet edhe me publikun, njëkohësisht edhe me skenën, sepse një nxënës po spati skenën, atëherë çfarë i duhet? Kjo ju bën që ju të jeni gjithmonë në moto. Gjithmonë në punë. Patjetër, në moto, në punë, edhe në kënaqësi merr mësuesi, mësonaj kur nxënësi ka suksese në skenë, edhe mësuesi është shumë i kënaqur. Ka kënaqësi shpirtërore, biles sa nuk na merr gjumi më përpara, edhe mësonaj Profesoresh Diana, një emocion shumë i madh, kur nxënësi jot e shef ka arrit aty ku duhet, është kënaqësi e madhe. Vetëm një dashuri e madhe bën që një mësues, një pedagog të jetë kaq i afërt me nxënësin, të ndjekë curinë e tij, por edhe të punoj vetë, siç më thatë çdo mëngjes unë bëj nxemjen e zërit, pavarësisht dal apo nuk dal në skenë. Skena ime është klasa ime kantos, tash jetë shpërtesh. Biles për moshë që kena se ne sot edhe pak kryem pak moshën e pensionit, edhe kur ma ka afru një gjatë regja këngën të Lule Bor, kam betë mahnitun. Thash kënaqësi e madhe, edhe interpretimi ka qenë bel kantoja, sepse don gjithçka, edhe koncerti, edhe festivali don të gjitha zërat, edhe zërat e bardhë, edhe zërat popullor, edhe zërat modern, pa nuk do t'i harrojmë edhe zërat lirik. Sepse është më përpara këngëtarët që kanë qenë Neile Hoxha apo Lucie Milota, të gjitha kanë kënu me zër lirik.
Edhe jaret janë kënume me zëra liri. Kjo ndjesi e bukur, kjo ndjesi kaq pozitive, kjo dashuri që mbështjell punën, ditën, jetën, zërin, çdo gjë që lidhet me artin, por edhe me marrëdhënien e bukur mes mësuesit dhe nxënësit, pedagogut dhe studentit. I bën të ndjeshëm kaq shumë këtë marrëdhënie të artistit me skenën dhe jo vetëm, sa që të jep një ndjesi kaq pozitive edhe në këtë fillim dite. Faleminderit shumë. Diana. Faleminderit shumë që më dhat këtë mundësi, dhe unë do të jem gjithmonë në shërbim të nxënësve të mi, me dashuri, me pedagogji muzikore, njëkohësisht në shërbim edhe të rrethit, me vokalin tim që të kontriboj dhon pak nga ajo që Shkodra mund të realizojë gjatë Ishte viteve. shumë kënaqësi të takoheshim me artin tënd, me mirësinë tënde, me bukurinë dhe me ritmin tënd të punës. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese në ecurinë tuaj në skenë, por dhe në punën si pedagoge vokale. Faleminderit. Shëndet dhe jetë dhe mbarësi. Faleminderit shumë, Për Diana. para jush. Faleminderit. Je e mrekullueshme. Qofsh e nderuar.